Sigurisë dhe Azem Kovaci, historian. Mirë mëngjesi, Elezi dhe Kovaci, faleminderit që jeni në këtë mëngjes me ne dhe shikuesit tonë. Mëngjes për ne. Atëherë, le të flasim pak për shkallëzimin e sulmeve të fundit në atë pjesë të botës. Sa po vinë dhe po bëhen më serioze, Elezi? Në fakt, ne jemi duke vëzhguar me kujdes, apo mund të themi ndjekur me kujdes dhe zhvillimet të cilat lidhen me përshkallëzimin eventual të stokës së sigurisë në lindjen e mesme, dhe par nga aspekti i trajtimit kuptimin e sigurisë, kujtojmë që aktualisht situata nuk është përshkallëzuar, është e njëjta me zhvillimet e mëparshme. Irani duke tentuar që të sjellë frikë tek mbështetësit e potencial të kësaj ekspedite të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe partnerëve të saj, po godasin objektiva të caktuara në shtetet kufitare, përkatësisht në shtetet e lindjes ku SBA ka bazat e saj apo ambasadat e saj. Duhet përmend këtë si fakt duke marrë gjithmonë parasysh kërcënimet që janë bërë nga Irani dhe për vendet tjera të Evropës apo me gjërë, dhe duke parë faktin që deri më tani nuk ka pasur ndonjë rrezikim të vendeve përpas vendeve fqinje që i ka. Nuk besoj që Irani do t'i kishte kursyer deri më tani shtetet e Bashkimit Evropian duke tentuar që të shmangë eventualisht një situatë të rëndë në vendet e tjera, por thjesht nuk ka pasur të mundur. Nuk besoj që para se të godasë edhe vendet si që ka pasur miqësi, apo ne që kemi pritur që janë në miqësi, për shembull Omani, të mos godas në ndonjë vend nga i cili realisht janë organizuar përpjekje për luftën atje. Prandaj mund të themi që thjesht në një tentativë e Iranit për ta mbajtur veten në një situatë si një vend që rrezikon përshkallëzimin e statit të sigurisë në mënyrë që pazari eventual për marrëveshje mbi përfundimin e kësaj ekspedite apo kësaj situatë të atje të jetë, mund të themi, më i favorshëm. Duhet një fakt të përmendur dhe do të radhën një tjetër. Ajo që është me interes për ta përmendur është fakti që kemi edhe informacione publike apo të konfirmuara që Irani ka tentuar që të ndalë sulmet duke ofruar negociata, por siç duket SBA fillimisht dëshiron që edhe Izraeli në këtë rast dëshiron që bindën që Irani nuk vepron sikurse ka vepruar në qershor vitit kaluar, dhe prandaj ndoshta kemi akoma një vazhdim të situatës së SBA-ve në vend para se Irani të fillojë realisht zbatuari kërkesat e SBA-s, po se SBA-ja paralajmëroi edhe dërgimin e forcave speciale eventuale në brendit e Iranit për të tërhequr sasinë e uraniumit me cilën dyshoj se do të prodhojë programin bërthamor, vazhdoj programin bërthamor. Mirë, duhet të pak Kovaci lidhur me këtë që tha dhe Elezi, apo provon SBA dhe Izraeli që dobësojnë Iranin, sepse kemi pa që ditën e djeshme kemi pa dhe sulme tjera që janë bërë rafinerive të naftës në Iran, apo provojnë të adopsojnë ekonomikisht Iranin? Faktikisht ato si plan, si objektiv kryesor kishin paktën ndryshim regjimi në Iran, edhe ajo po zbehet shumë më shumë. Por ajo dështoj apo jo? Pa tjetër, pa pikën e dyshimit. Sot bota zgjuar tek një lider suprem i ri. Mujtaba Khamenei është lideri i ri që po një konvendi i ekspertëve në Iran, një përbërë nga 80 veta, e zgjodhi dje dhe nga mediat iraniane u publikua dhe është bërë tashmë lajm botror që kemi një lider të ri suprem me të njëjtat linja politike dhe gjasa siç ishte dhe Jati. Dhe me fjalë jemi në pikën e fillimit prap me një regjim të ri, pothuajse me një vizion të njëjtë iranian. Tani nëse po flasim apo Amerika do të izoloj ekonomikisht, ushtarakisht, objektivi kryesor ishte rrëzimi i regjimit. Ajo nuk po arrihet. Tani ato janë munduar që përpiqen të godasin pika strategjike në Iran, ato me fjalë godina qeveritare, baza ushtarake. A ishte realisht qëllimi i Amerikës ky apo është diçka tjetër që nuk e thonë?
Është edhe diçka tjetër që nuk e thon. Është për të përmendur faktin që Trumpi para 3-4 ditësh u përpoq publikisht ose që nëse më lini mua që të zgjedh liderin suprem një diçka më të moderuar, ne mund bëjmë një marrëveshje. Po kjo ka qasa se nuk i shkojnë në vesh shurë në Iran, ata kanë zgjedhur atë që duan ata dhe po i rrinë asaj linje që duan ata. E sa ka gjasa që ta caron dhe më shumë të përshkallëzohet lufta dhe më shumë, pas zgjedhjes së liderit të ri suprem dhe duke marrë parasysh që SBA nuk arritën pra ta largonin nga pushteti Amiljen Hamenei. Këtë desha të them që ka gjasa që me fjalë të dyja palët janë në pole pothuajse edhe me i hendeku pothuajse është zgjeruar edhe më shumë në another aspekt. Të dyja palët po vuajnë, patjetër që po. Sidomos bazat, siç e tha dhe Elezi më herët, edhe Amerika po vuan në xhirin, përsi gjitha bazat janë goditur. Ka patë edhe si që mbi 8 ushtar Amerikan tani më janë vrarë. Izraeli po vuan edhe ashtu. Do e përmendja një fakt tjetër nga ekspertë e ekonomisë britanike mbrëm. Një fuqi nafte tani ka arritur diku tek $100. Edhe po eci me këtë ritëm, bëhet fjalë se deri në fund të marsit të shkojë deri diku tek $150 një fuqi nafte. Me fjalë, kjo do të kese një trauma të forta në tregjet perëndimore. Në këtë situatë, me qenë se çmimet e naftës janë duke hypur me rritje enorme, sa mund të bëjmë ballë edhe vendet e tjera të cilat janë të varura nga kjo naftë, sepse pam edhe presionin e presidentit francez Emmanuel Macron, ka shi Iranit që lirone ngushticën e Hormuzit të qarkullojnë tregtia botnore. Sa mund të bëjmë ballë me këto çmime që janë duke u rritur dhe të mos reagohet ndoshta ose edhe me presion ose edhe me forcë ushtarake nga vendet të cilat janë të varura nga ajo naftë? Sa mund bëjmë ballë vendet e tjera, vendet e treta thuhet me fjalë. Europa ose diku po. Po secili vend tash ka interesat ose bazat ose rezervat e veta të naftës. Për shembull Japonia doli me deklarat para 3 ditë që thonë kemi rezerva nafte tonë, me fjalë që kemi akumuluar në muajt të përparshëm që mund të shkojmë deri 2-3-4 muaj që të mbajmë me fjalë me këtë ritëm. Me shpresën që lufta të mbarojë deri atëherë. Ka edhe Bashkimi Evropian për shembull, dhe vendet evropiane kanë deri diku. Nuk e di tash në vende të tjera si puna e Shqipërisë, Kosovës, se sa rezerva sa kemi. Këto janë frenë të brishta, me thënë drejtën, ekonomitë tona gjithmonë kanë vuajtur në këto. Këto janë falë vizioneve të politika apo politikanëve tanë. Aq më tepër që do të përmend diçka në kalim si siç e pam edhe Ceke është zgjedhje parakohshme në Kosovë. Nuk ka një maturitet, një pjekuri në politikën tonë mbar shqiptare. Për më tej, do të dalë se tek lidhja e naftës do kese me fjalë goditje në tregjet europiane ose botërore në përgjithësi. Në këtë rast bëhet fjalë më shumë është një goditje më të fortë ta marrë Kina. Se do ta kemi parasysh, kjo është një luftë që e inicioi më shumë Izraeli, Netanyahu, lobi zionist, por edhe Amerika kishte ca interesat veta. Duan të izolojnë Kinën. Kina mbi 90% e pasurive ose naftës gazit lëngshëm shkon të paktën deri tani para luftës në Kinë. Me Kina mbaret ato pasurinë ato, po zhvillimin ekonomik më tej. Edhe nëse kemi ka paralele para përmendet pas atij me fjalë Venezuela, një kontroll i Amerikës, tani kemi edhe Iranin. Me fjalë kemi një reformatim të rendit të rritur global. Këtu bëhet fjalë për një izolim të Kinës, nuk është vetëm këto izolimi ose neutralizimi i lindjes mesme. Është edhe përtesh një pikturë edhe më e madhe që bëhet fjalë. Edhe për këtë edhe është jemi ku jemi sot, e kjo luftë ato shpërshkallëzohet. Në mendimin tim, arabët, paktën ato të xhirit, më fjalë, janë shumë gjak ftohtë, nuk e duan një luftë të tillë. Nuk e duan dhe po rezistojnë një gjë e tillë, sepse do kese përshkallëzim edhe do vuajnë ata më. Don se Egjipti kërkoi që të bëhen bashkë gjitha vendet arabe që të bëjnë ballë sulmeve një pasnjëshme të Iranit. Po, për te retorikave nderuar politike që bën është tjetër mund bën bashkë ato, po unë nuk besoj se arabët do të kenë një front përbashkët përballë Iranit, edhe do ishte me vërtet diçka kamikaze nëse arabët do i kundërviheshin Iranit.
për vetë rajonin aty. Në anën tjetër, zotri Elezi, gjatë këtij vikendi, Aleksandr Vučić e përmendi idenë që në këtë luftë mund të përdoren edhe armë bërthamore. Çka do të thotë kjo deklaratë nga një shtet në Ballkan? Në fakt, ne pak më parë përmendëm qëllimin e Iranit për të shkaktuar panik tek vendet në të cilat mund të themi konsiderohet mbështetje e SBA-ve dhe partnerëve të saj në këtë luftë, dhe partnerët e Iranit në krahun tjetër, siç është edhe Serbia, gjithmonë mundohen që të bëjnë argëtin e Iranit duke shkaktuar panikë, e cila në fakt, siç edhe kemi paralajmëruar, ka vënë efektet e saj. Kemi pa një se pasiguri ekonomike posaçërisht tek ngritjet e çmimeve mondiale, dhe ne njëherë të rikthehem tek adresimet publike që SBA ka pas me qëllimet e saj në këtë luftë. Kanë qenë mund të themi tri kërkesa, apo mund të themi tri objektiva të SBA-s. Para ka qenë që domethënë të reagoj shpejt për ta parandaluar domethënë nxjerrjen e armëve bërthamore nga Irani, sepse siç u pa dhe në takimin e fundit në Zhenevë, Iranit i duhej pak kohë për të nxjerrur raketat e saj bërthamore, dhe se nuk nënshkruajti marrëveshjen në Zhenevë, me çka SBA-ja kishte në kohë reale informacion për qëllimin e saj. Objektivi i parë ishte parandalimi eventual që Irani të posedoj sa më parë armët bërthamore. Dhe e dyta, nëse ju kujtohet, ishte për të garantuar një mos kapacitet të Iranit në marrjen e veprimeve për të pasur një siguri të zhvillimit të luftës që ka. Dhe e treta ishte ndryshimi e pushtetit atë pjesë, dhe siç tha edhe presidenti i SBA-s, së fundmi tha se ne duhet kemi pajtim, apo mund të them SBA-ja duhet të ketë një rol në zgjedhjen e udhëheqëses së re të Iranit. Thjesht janë tri objektiva, dhe unë besoj që akoma angazhimi i SBA-s është tek objektivi i parë, siç u tha edhe këtë ditë edhe nga burimet të pavora, se Irani ka një intensitet të shtuar të angazhimit të saj që të nxjerrë sa më parë armën bërthamore dhe të rrezikoj realisht. A mund të ndodhë realisht një gjë e tillë, Elezi? A mund të nxjerrën armët bërthamore nga Irani? Në fakt është e vështirë neve që të themi një përgjigje të tillë, por nga serioziteti i SBA-ve dhe partnerëve të saj, pikërisht në objektivin e parë, ne jemi shumë të bindur apo besojmë fuqishëm që SBA ka ndërmarrë të gjitha masat që thjesht mos të jetë në gjumë krahas përpjekjeve të Iranit që ta lënë në gjumë gjëja në kuadër të zbatimit të marrëveshjeve, apo në kuadër të futive të marrëveshjeve, dhe në krahun tjetër të posedoj apo të vendosë në posedim armët bërthamore. Besoj që janë marrë masat, dhe kujtoj që edhe përpjekja e SBA-s, siç tha presidenti i SBA-s, nëse është e nevojshme apo po përgatitet njësitë e saj të veçanta për të deportuar brenda territorit të Iranit dhe për të marrë në posedim uraniumin me cilin besohet që do të prodhohen armë bërthamore, është një angazhim serioz, dhe SBA-ja do të mundohet që të patoj planën së saj në objektivin e parë. Sa ka gjatë që të bëhen edhe vende tjera arabe kundër Iranit? Në fakt, kjo është evidente. Jo e patë edhe deklaratat e Arabisë Saudite, shteteve të Xhirit, arabit të cilët madje e kanë konsideruar si një lloj tradhtie dhe një lloj përpjekje të Iranit për t'i goditur ato krahas për shembull Izraelit. Dhe realisht nëse i shohim morën parasysh faktet publike. Më shumë janë drejtuar armë në drejtim të shteteve të Xhirit dhe shteteve të Gazit dhe Arabikës, sidomos në mund të themi në adresa civile, jo në ato ushtarake, se sa janë drejtuar në drejtim të Izraelit. Kemi të sinqertë, gjithë veprimi ka filluar nga Izraeli, derisa Irani është dukur që ka pas një angazhim të fuqishëm në drejtim të shteteve të Xhirit, përkatësisht të shteteve të Gazit të Arabik. Prandaj mund të them që nuk ka mundësi që Irani të fitojë një mbështetje, ndoshta mënyra se si i ka trajtuar vendet e Gazit të Arabik është mënyra që më e gabuar
Iranit për të vazhduar eventualisht në një misi. E thanë përfaqësues së shteteve të Gabishullah Arabik se ndoshta një kohë shumë të gjatë mund mos të vëtë besimin mes vendeve të tyre dhe Iranit për shkak të objektiva sidomos civile që Irani ka goditur brenda shteteve të Gabishullah Arabik, sidomos në aeroporte. Kovaçi, në anën tjetër pash një informacion që demokratët atje në Washington janë duke folur shumë për një investim të djalit të Trumpit në naftë. Thuhet që Baron Trump ka blerë dikon rreth 30 milion dollar naftë vetëm 48 orë para sulmit të Iranit. A ka ndonjë strategji edhe ekonomike në këtë farmesi këtu ose edhe për përfitime të dikujt brenda administratës? Familja Trump është e njohur, njihet publikisht në botën perëndimore, paktën në botën anglo-saksone për tregti të tilla. Nën tavolinë dhe mbi tavolinë. Këto marrëdhëniet me fjalë është një familje e orientuar shumë nga ana financiare. U pëlqen shumë të kenë pasuri të patundshme ose paritë lëngshme në gjithë botën. Kjo puna e kësaj që përmendet ti me punën e Baron Trumpit, më shumë për momentin janë poshtë lart gojëdhana, nuk kanë një burim të saktë që flet për një gjë të tillë, që është marrë me një tregti. Gjasat janë patjetër që ka në anën ekonomike. Siç e theka më herët, kjo është më përtej e Iranit. Është më shumë të izolojë dhe i dragojnë kinez. Bëhet fjalë për një reformatim për sferat e influencës nëpër botë, që po marrë një formë tjetër ndryshe edhe në këtë aspekt. Kemi edhe Trumpin, mas 2 javësh e gjysmës do të shkojë për vizitë shtetërore në Kinë. Kjo do ta bëjnë, mbaroj këtë si punë para se të arrijë atje, për të arritur. Por t'ju përgjigjer më tepër, për te retorikave politike, si thotë zotëria atje, jo po ishin gati për të bërë bombën për ta morë Irani, për të rënë. Këto janë retorika, këto i përdor politika amerikane. A mund ta fus kjo situatë ekonomike Kinën në luftë? Unë pash edhe një reagim tjetër nga Korea e Veriut, tha që jemi të gatshëm ta furnizojmë me armatim Iranin. Unë them që mbrapa perdeve, me të vërtet Kina e ka ndihmuar dhe po ndihmon logjistikisht Iranin. Që nga lufta ndërmjetëtore në qershorin e kaluar, Irani jo vetëm por është që izoluar, ka stokuar me fjalë nga ana logjistike. Edhe le të jemi realist, por te që thotë zotëria, goditjet që ka bërë Irani më shumë ka qenë specifike në xhirin persik. Janë adresuar më shumë nga tek asetet amerikane, bazat ushtarake amerikane në përgjithësi ato kanë qenë. Edhe këto kanë qenë para se të fillojë lufta e patjetër vetë shteti iranian, regjimi thotë se nëse në goditemi, këto do jenë objektiv tonë, do godasim të gjitha bazat asetet amerikane në rajon. Pastaj nuk është e vërtetë se ka goditur më shumë vende të xhirit se raketet që kanë nisur për Izrael. Në një baletazh, është po thotë 50% nga asaj, më shumë se 50% nga shkuan për Izrael. Pavarësisht se Izraeli është më larg, patjetër që ato bazat amerikane më afër. Ose para 2 ditësh, edhe Azerbajxhani u godit. Doli dhe Irani tha nuk kemi qenë diku nga mbrapa, dikush po godet. Para 7 ditësh edhe 2-3 bazat naftës në Saudi u goditën. E doli që sauditët kapën 3-4 agentë të Mossadit në terren. Me fjalë për gjëra tjetër se i më intereson më shumë Izraelit të përshkallëzoj ky konflikt sesa kujdo tjetër në rajon. Arabët nuk janë për një luftë, nuk kanë një apetit, nuk kanë një oreks për një luftë tillë, nuk i intereson, as nga ana ushtarake, as nga ana ekonomike. Por nga administrata amerikane u tha që edhe ajo shkolla ku u vran dikon rreth 170 vajza, thanë që ka qenë sulm iranian, jo sulm amerikan, sepse fillimisht u raportu që ishte sulm amerikan, tani doli që duket sipas Trumpit, thotë që na s'kemi pasur asnjë lloj sulmi, s'kemi asnjë lloj konfirmimi që kemi sulmuar. O zotëri, jetojmë një botë, është fatkeqësisht që agresori luan viktima dhe viktima bëhet agresor. Njerëzit do shikojnë për te manipulimeve, është për të ardhur keq. Nuk ka arsye edhe gjatë që Irani godasi fëmijët e vet. Ai ishte me vërtet një goditje izraelo-amerikane. Edhe ato janë viktima të atij agresor. Për te këtyre, është shumë e qartë. Këto manipulime të tilla bën edhe ai Netanyahu në Gaza.
vriste nga 500 veta në ditë, një për spitale, për shkolla, thoshte jo i ka vrarë Hamasi vetë. A kupton, ku i vrishin këta. Këto janë gjase, po këto nuk i blejnë më njëri, e kupton. Ajo di shumë mirë qartë, ato e goditën, edhe nuk ka gjasa më shumë se Izraeli ka bërë këto. Jo, s'besoj se Amerika dek, po ato që janë me një, po këto janë, këto për tekta, këto janë thjesht për konsum. Objektivi kryesor i Amerikës ka qenë për ndryshim regjimi, ajo nuk po arrihet. Sot kemi një lider të ri suprem, edhe ka gjatë që konflikti të shkoj edhe pak për mëtej, sepse të dyja palët nuk po gjenë gjuhën e përbashkët që tulen bën tavolina. Qartë. Edhe kjo është problemi. Eleze, jemi kretë në fund, si e shini ju? Do të përshkallëzohet, apo ka gjasë që ky konflikt të përfundojë? Në fakt, unë qëndroj aty ku kam thënë që në fillim, se nuk ka kapacitet Irani për ta përshkallëzuar këtë konflikt, thjesht po bën vend numërim, duke vendosur, domethënë, kërcënimin para veprimit, dhe duke përdorur akoma atë mbështetjen falso që ka nga shtetet të cilat e kanë nxitur e posaçërisht nga Kina. Ju e dini që adresimi i parë zyrtar i Pekingit ka qenë se domethënë bota është afër një kollaps ekonomik për shkak të angazhimeve që ka SBA dhe Izraeli në atë zonë, dhe asnjëherë nuk ka pasur një qëndrim ndryshe përpos impaktit ekonomik që ka, duke tentuar që ta friksoj botën, sidomos shtetet të cilat të mbështesin SBA në këtë luftë atje. Unë nuk kam informacione nëse shërbimet e caktuara kryejnë veprime qoftë brenda Iranit për të luajtur bitimin tek adresa apo mund të them lokacione civile apo në të kundërtën, por për shembull referu burimeve të pavarura që vijnë nga mekanizma që mund të themi nuk i përkasin njërit krah, vetëm ditën e djeshme për shembull rreth 100 raketa janë nisur në drejtim të Dubait, derisa 98 janë eliminuar në ajër dhe 2 kanë rënë në det. Këto të dhëna i konsideroj më shumë të dhëna që mund të jenë të ndikuara edhe nga Izraeli dhe SBA-ja, por që në fakt janë më shumë burimore dhe që monitorohen nga lëvizjet ka fluturokën nga tras raketat. Prandaj, është shumë e vështirë që konsiderohemi se rreziku vjen duke i referuar gjithmonë propagandës që zhvillon Irani dhe partnerët e saj, që përmendën pak më parë Serbinë, e cila ka përmend edhe çështën e armëve bërthamore të rrezikun nga kjo. Krahas SBA-s e cila por në aspekti i marrëdhënieve që neve kemi konsideruar partner dhe më është më i besueshëm, e cila thotë se ka në kontroll zhvillimin brenda dhe se së shpejti Irani nuk do të ketë kapacitet për të rrezikuar as vendet fqinjet me cilat i ka bërë, dhe se do të detyrohet që edhe nga pakënaqësia qytetare të ndryshohet dhe të vinë forcat të reja politike në vend. Nuk do të thotë që kjo tufë politikanësh brenda Iranit ka nxjell një udhëheq nga familja përkatësisht djalin e ish udhëheqit liderit suprem të Iranit, që të ndodhë se qytetarët e Iranit kanë thënë të vërtetën, dhe ndoshta Iranit do të detyrohet që të hapë rrugën për një organizim zgjedhor demokratik pas disfatave që do t'i ketë të vazhdueshme. Mirë, shohim se çfarë do ndodhë ditëve në vazhdim. Faleminderit shumë Elezi që ke qenë së bashku me ne. Kovaçi, shumë faleminderit gjithashtu për këtë lidhje direkt. Faleminderit. Kënaqësi.